Një zonjë e moshuar hyn në një argjendari luksoze dhe trajtohet me mosbesim. Pa prova, menaxherja e akuzon atë për vjedhje para të gjithëve. Por një burr hyn dhe zbulon se kush është ajo në të vërtetë. Nëna e pronarit të ri të rrjetit sapo ishte poshtëruar dhe i gjithë vendi e pa. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Mëngjesi i së enjtes mbërriti në Tiranë me atë qiell gri tipik të ditëve që paralajmërojnë shi. Në lagjen e bllokut, mes ndërtesave me xhama dhe vitrinave shkëlqyese, argjendaria shkëlqimi dallohej si një tempull i luksit. Portat e saj prej xhamit të blinduar pasqyronin bulevardin e ngarkuar, ku makinat e shtrenjta rrëshitnin mes trafikut të ngadalë të kryeqytetit shqiptar. Fasada mbante emrin e markës me shkronja të arta dhe vitrinat e jashtme ekspozonin bijuteri që kushtonin më shumë se sa do të fitonin shumë shqiptar gjatë gjithë jetës së tyre. Brenda dyqanit, kondicioneri mbante një temperaturë perfekte dhe një parfum francez diskret qëndronte në ajër si një re e padukshme privilegji. Dyshemeja prej mermeri italian pasqyronte dritat e pozicionuara në mënyrë strategjike. Muret ishin të veshura me një letër muri me teksturë në tone neutrale dhe piktura abstrakte shumë të shtrenjta dekoronin hapësirat mes vitrinave. Gjithçka aty ishte menduar, llogaritur dhe ekzekutuar për të përcjellë një mesazh të qartë ekskluziviteti, fuqie dhe dinjiteti. Argjendaria shkëlqimi nuk ishte thjesht një vend për të blerë bijuteri. Ishte një simbol statusi, një filtr social i heshtur që ndante ata që i përkisnin asaj bote nga ata që thjesht kalonin andej. Zonja Vera zbriti nga autobusi 2 ndalesa para pikës së saj të zakonshme. Në moshën 72 vjeçare, ajo ruante një qëndrim të drejtë që dëshmonte dekada mësimdhënie në klasa, duke korrigjuar qëndrimin e nxënësve, duke shkruar në dërasën e zezë, duke mbajtur pirgje me provime për t'i korrigjuar në shtëpi. Duart e saj, të shënuara nga koha dhe puna, mbanin fort një çantë lëkure sintetike që e shoqëronte në hapat e saj prej më shumë se 10 vitesh. Ishte një çantë e thjeshtë, nga ato që gjenden në tregjet popullore, me lëkurën tashmë të zbehur të dorezat dhe gërvishtje të vogla anash që tregonin histori të përdorimit të përditshëm. Fustani me lule diskrete, i bler në një dyqan të vogël të tregu i medreses gjatë një pasditeje të shtune, ishte i pastër dhe i hekurosur mirë, por ishte e pamundur të mos vërejë konsumimi natyral i copës në tegelat dhe ngjyra paksa e zbehur që dëshmonte larjet e panumërta. Këpucët e ulta, komode dhe praktike, plotësonin imazhin e një gruaje të thjeshtë, nga ato që jeta i ka mësuar të vlerësojnë thelbësoren dhe të dyshojnë të e tepërta. Ajo eci nëpër trotuar duke vëzhguar vitrinat me një kuriozitet të respektueshëm. Nuk ishte e zakonshme për të që të frekuentonte atë zonë të qytetit. Distanca mes botës së saj dhe asaj lagjeje nuk matej vetëm në kilometra, por në humnera sociale që pak kush guxonte t'i kalonte. Rutina e saj ndahej mes apartamentit me qira në kombinat, ku jetonte prej dekadash, vizitave të nxënësit e saj që tani ishin gjyqtare, prokurore dhe avokate të suksesshme, dhe takimeve javore në kishën e lagjes, ku ende ndihmonte në grupin e analfabetizmit për të rriturit. Por atë mëngjes, diçka e kishte sjell deri aty. Diçka që ajo vetë nuk do ta zbulonte aq shpejt, një qëllim i ruajtur në fund të shpirtit si një sekret i çmuar. Ndaloi para argjendarisë shkëlqimi, vëzhgoi pasqyrimin e saj në xhamin e fasadës dhe mori frym thellë, duke mbushur mushkërit me guxim. Nuk kishte nervozizëm në sytë e saj të kaftë, vetëm një qetësi që vinte nga dikush që ka jetuar mjaftueshëm për të mos u lëkundur nga dukjet mashtruese apo gjykimet e nxituara. Dera u hap automatikisht kur ajo u afrua. Sensori identifikoi praninë e saj, por jo rëndësinë e saj. Zonja Vera hyri me hapa të qetë, shikimi i saj përshkonte vitrinat e ndriçuara ku varse diamanti, unaza smeraldi dhe rrath ari të bardhë pushonin mbi jashtëk kadifeje. Kishte pak klient në atë orë. Një grua elegante, me syze dielli Chanel dhe çantë Hermes, po ekzaminonte një palë vath e shoqëruar nga një shitse me buzëqeshje të patëmedh. Një burr me kostum serioz po fliste në celular ndërsa priste të shërbehej. Dhe ishte Lindita. Lindita Hoxha drejtonte atë deg të shkëlqimit prej 3 vitesh. Kishte ngjitur shkallët e karrierës shpejt, jo saktësisht për kompetencë teknike apo aftësi me klientët, por sepse dinte t'u servile njerëzve të duhur në momentet e duhura dhe të përçmonte ata që i konsideronte të parëndësishëm për rrugëtimin e saj ngjitës. Në moshën 38 vjeçare, ajo mbante veshur një kostum të zi që kushtonte sa 2 rroga të një mësueseje në pension,
Dhe flokët e saj bjond platin ishin kapur në një topuz të përsosur që ishin dashur 40 minuta për t'u ndërtuar në mëngjes. Makijazh i përsosur i aplikuar nga duar profesioniste, thonjtë e bërë çdo javë në një sallon luku të rruga Abdi Toptani, parfum i shtrenjtë që kushtonte më shumë se qiraja e shumë familjeve shqiptare. Lindita ishte personifikimi i asaj që argjendaria donte t'i përcillte botës, të paktën në sipërfaqen e lëmuar që ajo prezantonte. Brenda saj, ajo mbante një koleksion paragjykimesh të trashëguara nga një rritje elitiste, paragjykime që rrallëherë kundërshtoheshin në atë ambient të mbrojtur ku punonte. Ajo kishte mësuar që herët t'i gjykonte njerëzit nga rrobat që vishnin, nga makina që ngisnin, nga lagjja ku banonin. Dhe kur, në gjithë ato vite, nuk ishte vënë seriozisht në dyshim për këtë. Kur zonja Vera kaloi pranë saj drejt një prej vitrinave në fund, Lindita e ndoqi me shikim. Nuk ishte një shikim mirëseardhjeje. Ishte një shikim dyshimi, nga ata që kërkojnë dhe gjykojnë para se të shkëmbehet qoftë edhe një fjalë. Menaxherja preku lehtë shitsen Besa, një vajzë rreth të 20-tave që ende besonte në shërbimin njerëzor. Besa, kuptoj një gjë, përshpëriti Lindita me ton të ulët, por të prerë. Ne nuk mund të lëmë çdo njeri të qarkulloj këtu brenda pa mbikëqyrje. Ti e di tashmë profilin e klientëve tanë. Nëse sheh dikë që nuk përshtatet, mbaj syt hapur. Por ajo nuk bëri asgjë, u përgjigj Besa, e shqetësuar. Akoma nuk ka bërë, ja ktheu Lindita, duke rregulluar varsen me perla që mbante. Por parandalimi është gjithmonë më i mirë se dëmi. I syçel. Zonja Vera, e pavetëdijshme për bisedën, ndaloi para një vitrine specifike. Atje, mbi një mbajtëse rrotulluese, qëndronte një varse me safir të rrethuar nga diamante të vegjël. Bizhuteria ishte delikate, por mbresëlënëse. Ajo anoi pak kokën, duke vëzhguar pasqyrimet e dritës mbi gurët. Nuk e preku xhamin. Nuk thirri askën. Thjesht vëzhgonte, si dikush që admiron një vepër arti në një muze. Mund t'ju ndihmoj? Pyeti Besa, duke u afruar me mirësi. Zonja Vera u kthye dhe buzëqeshi. Thjesht po shikoj, e dashur. Faleminderit. Shitësia pohoi me kokë dhe u largua, por Lindita qëndroi pranë, duke u shtirur sikur po organizonte letra në banak, ndërsa e mbante të moshuarën në fushën e saj të shikimit. Kaluan minuta. Zonja Vera vazhdoi të vëzhgonte bizhuteri të ndryshme, gjithmonë me të njëjtin qëndrim të qetë. Në asnjë moment nuk tregoi qëllim për të prekur diçka apo për të kërkuar të shihte ndonjë bizhuteri nga afër. Thjesht shikonte. Ishte atëherë kur Roja Agimi, një burr rreth të 40-tave me trup të bëshëm, ju afrua Linditës. Ai punonte aty prej 6 muajsh dhe tashmë e njihte modelin e sjelljes së menaxheres. E dinte që ajo zakonisht I kërkonte të vëzhgonte më mirë disa klientë të caktuar. Gjithmonë të njëjtat profile. Gjithmonë të njëjtat dyshime të pabaza. Do që të qëndroj më afër? Pyeti ai me zë të ulët. Mbaje në sy, u përgjigj Lindita, pa I hequr syt nga zonja Vera. Asnjëherë nuk I dihet. Agimi pohoi, por diçka te ai hezitoi. Ai kishte parë tashmë situata të turpshme aty brenda. Njerëz të poshtëruar për shkak të supozimeve të thjeshta. Klient legjitim të trajtuar si të dyshuar vetëm sepse nuk mbanin rroba firme. Dhe në të gjitha ato herë, ai kishte heshtur, duke zbatuar urdhrat, duke shmangur konfliktet. Fundja, I duhej puna. Kishte fatura për të paguar, një vajzë të vogël për të mbajtur. Por shqetësimi gjithmonë I mbetej brenda. Zonja Vera, pas minutave të gjata të vëzhgimit, eci drejt banakut qendror. Lindita menjëherë drejtoi qëndrimin si një grabitqar që identifikon momentin për të vepruar. E moshuara ndaloi para saj dhe, me zë të qetë, pyeti nëse mund ta shihte varsen me safir më nga afër. Atë varse? Pyeti Lindita me një ton që tashmë mbarte mosbesim. Po, u përgjigj zonja Vera qetësisht. Do të dëshiroja ta shihja më mirë. Lindita kryqëzoi krahët. Zonja është e interesuar ta blej? Nuk ishte pyetje. Ishte një akuzë e fshehur. Jam e interesuar ta shoh, u përgjigj zonja Vera, pa u shqetësuar. Është se ky lloj punimi është shumë I vlefshëm, e dini. Ne duhet të jemi të kujdesshëm se kush e prek. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Zonja Vera mbajti shikimin e fiksuar te Lindita, pa pulitur syt, pa e larguar shikimin. Nuk kishte zemërim në sytë e saj. Kishte trishtim.
Atë trishtim të thellë të dikujt që njeh një model të vjetër, një plagë sociale që kur nuk shërohet plotësisht. E kuptoj, tha e moshuara, zëri i saj ishte ende i fortë. Atëherë do të vazhdoj thjesht të shikoj, nëse nuk ju pengon. Lindita nuk u përgjigj. U kthye dhe shkoi pas banakut, por vazhdoi të vëzhgonte çdo lëvizje. Klientët e tjerë filluan ta ndjenin tensionin në ajër. Gruaja elegante me syze Chanel hodhi një vështrim anash. Burri me kostum ndaloi së foluri në telefon për një çast. Edhe Besa, në anën tjetër të dyqanit, ndjeu se atmosfera ndryshoi. Zonja Vera u kthye të vëzhgonte vitrinat. Eci ngadalë, me dignitetin e dikujt që e di se nuk i detyrohet asgjë askujt. Ndaloi para një tjetër bizhuterie, një rreth dore prej ari roz me detaje perlash. U përkul pak për ta parë më mirë, por i mbajti duart anash trupit. Ishte atëherë kur Lindita ndjeu se ishte koha për të vepruar. Ajo doli nga pas banakut me hapa të vendosur, përshkoi sallën dhe ndaloi pak metra larg zonjës Vera. Fytyra e saj ishte e kontraktuar, flegrat e hundës të zgjeruara. Mori frym thellë, si dikush që përgatitet për një përplasje të pashmangshme. Dhe pastaj, me zë mjaftueshëm të lartë që të gjithë ta dëgjonin, lëshoi akuzën që do të ndryshonte gjithçka. Zonjë, do të duhet të më shoqëroni tani. Zonja Vera u kthye ngadalë. Si? E pash çfarë bëtë? Futët diçka në çantë. E pash. Impakti ishte i menjëhershëm dhe shkatërues. Bisedat pushuan sikur dikush të kishte fikur një ndërprerës të padukshëm. Kokët u kthyen në sinkron, të shtyra nga kurioziteti i errët që tërheq turmat drejt aksidenteve. Gruaja me syze Chanel zjeroi syt dhe bëri një hap prapa, sikur thjesht fakti i të qenit pranë mund ta infektonte në një farë mënyre. Burri me kostum mbylli celularin me një lëvizje të vrullshme dhe u pozicionua në mënyrë që të kishte një pamje më të mirë të skenës. Besa lati binte lapsi që mbante dhe zhurma e objektit që godiste dyshemen prej mermeri bëri jehon në heshtjen e tensionuar. Agimi, roja, bëri një hap përpara, por ndaloi në mes të rrugës, i pavendosur mes zbatimit të protokollit dhe zërit të ndërgjegjes. Dhe zonja Vera qëndroi e palëkundur, si statuj, me duart e dukshme, një në çdo anë të trupit, gishtat paksa të hapur në një dëshmi të qartë se nuk fshite asgjë. Mendoj se ka një keqkuptim, tha ajo, me zë ende të kontrolluar, por kishte një trishtim të thellë në ato fjalë, trishtimin e dikujt që e njihte tashmë atë lloj poshtërimi dhe shpresonte të mos përballej kurrë më me të. Nuk ka asnjë keqkuptim, ja ktheu Lindita, tani duke folur edhe më lart. Unë punoj këtu prej vitesh. Unë di ta dalloj kur dikush përpiqet të marrë diçka që nuk është e tij. Trego çantën. Zonja Vera mori frym thellë. Supet e saj u ngritën dhe u ulën në një lëvizje të ngadaltë. Ajo shikoi rreth e rrotull, pa celularët që po ngriheshin diskretisht, pa shikimet gjykuese, pa poshtërimin publik që po ndërtohej tull pas tulle. Dhe pavarësisht kësaj, ruajti qetësinë. Unë nuk mora asgjë, tha ajo, prerë. Atëherë nuk do t'ju prish punë ta tregoni çantën, insistoi Lindita, duke bërë edhe një hap përpara. Nuk kam asgjë për të fshehur, u përgjigj zonja Vera. Por do të dëshiroja të kuptoja pse po akuzohem pa asnjë provë. Prova jam unë. Bërtiti Lindita, duke humbur përfundimisht kontrollin. Unë e pash. Dhe njerëz si ju gjithmonë përpiqen të përfitojnë nga vende si ky. Mendoni se mund të hyni këtu, të shtireni sikur keni interes dhe të dilni me diçka të fshehur. Por me mua nuk funksionon. Paragjykimi tani ishte i qartë. Nuk kishte më fshehje, nuk kishte më finesë. Diskriminimi rrifte nga goja e Linditës si helm i grumbulluar prej vitesh. Zonja Vera mbylli syt për një çast dhe kur i hapi përsëri, kishte në ta një trishtim edhe më të thellë. Njerëz si unë? Përsëriti ajo, pothuajse në pëshpërim. Dhe si jam unë, sipas jush? Lindita hezitoi. E kuptoi se mbase kishte shkuar shumë larg. Por mburja dhe arroganca nuk e lejuan të tërhiqej. Shiko rreth e rrotull, zonjë. Shikoni klientët tanë. Dhe pastaj shikoni veten tuaj. A mendoni se nuk është e qartë? Një heshtje vari mbuloi argjendarin. Edhe zhurma e kondicionerit dukej se ishte thithur nga ambienti. Besa vendosi dorën te goja, e tmerruar. Agimi uli kokën, i turpëruar që ishte pjesë e asaj skene.
dhe klientët e pranishëm, dëshmitar të padëshiruar të një padrejtësie në mes të shekullit të 21, mbetën të paralizuar. Zonja Vera hapi ngadalë çantën e saj të vjetër. Nxori një shami, një portofol të vogël, një mbajtëse syzesh, çelësat e shtëpisë. I vendosi të gjitha mbi banak me lëvizje të qeta dhe të qëllimshme. Nuk kishte nxitim. Nuk kishte dëshpërim. Vetëm dignitetin e palkundur të dikujt që ka mbijetuar stuhive shumë më të këqija. Mund ta kontrolloni, tha ajo. Bëni çfarë të mendoni se është e nevojshme. Lindita mori çantën dhe kontrolloi çdo ndarje. Gishtat e saj kërkuan në xhepat e brendshëm, zinxhiret ansor, veshjet. Asgjë. Absolutisht asgjë përveç sendeve personale që ishin tashmë mbi banak. Shpreja e sigurisë në fytyrën e saj filloi të lëkundej. Por në vend që të kërkonte falje, në vend që të njihte gabimin, ajo insistoi. Ndoshta e keni fshehur diku tjetër. Agim, thirr policin. Roja hezitoi. Lindita mendoi se thirrë tani. Urdhëroi ajo, duke rikthyer autoritetin në zë. Agimi nxori radion nga ripi dhe bëri thirrjen. Ndërkohë, jashtë argjendarisë, një nga klientët që po ndiqte skenën kishte postuar tashmë një video në rrjetet sociale. Titulli ishte shumë i drejtë për t'u injoruar. Poshtërimi po transmetohej në kohë reale për mijëra njerëz. Shpërndarjet po shtoheshin. Komentet e indinjuara rriteshin çdo sekondë. Por brenda shkëlqimit, askush nuk e dinte ende bombën që ishte gati të shpërthente. Zonja Vera mbeti në këmbë, e qetë, me duart tani të kryqëzuara para trupit. Shikoi Linditën me një shprehje që përziente trishtimin dhe mëshirën. Pastaj shikoi Agimin, i cili shmangu shikimin e saj. Dhe më në fund kaloi syt nëpër sallë, duke gjetur fytyrat e atyre që po ndiqnin, të heshtur, pa drejtësinë. Gjithçka është në rregull, tha ajo, me zë të ulët. Mund të thirrni çdo që ju duhet. E vërteta gjithmonë del, herët avon. Ato fjalë, të thëna me aq bindje, duhet të kishin shërbyer si paralajmërim. Por Lindita, e verbuar nga arroganca dhe paragjykimi, nuk arriti ta shite. Thjesht kryqëzoi krahët, e kënaqur me veten, duke pritur mbërritjen e policisë si dikush që pret një fitore të garantuar. Dhe ndërsa minutat kalonin, një transformim i heshtur po fillonte të ndodhte. Jashtë, në rrjetet sociale, imazhi i argjendarisë, shkëlqimi po shembej. Brenda, një e moshuar me pamje të thjeshtë qëndronte në këmbë, e vetme kundër të gjithëve, e mbrojtur vetëm nga forca e padukshme e dinjitetit. Dhe diku në qytet, një burr po ndiqte gjithçka përmes një ekrani, me grushte të shtrënguar dhe zemër të thyrë. Stuhia sapo kishte filluar. Minutat që pasuan dukeshin sikur zvarriteshin si orë. Zonja Vera qëndronte në këmbë, e qetë, ndërsa Lindita ecte nga njëra anë në tjetrën me celular në dorë, duke u shtirur sikur po kontrollonte mesazhet, por në fakt thjesht po përpiqej të fshihte nervozizmin në rritje që po fillonte të krisë fasadën e saj të autoritetit. E vërteta është se diçka në atë situatë nuk po shkonte sipas planit. E moshuara nuk dëshpërohej, nuk lutej, nuk qante. Thjesht priste. Dhe ajo qetësi shqetësuese filloi t'i bënte të gjithë të ndiheshin keq. Besa, shitësia e re, ju afrua diskretisht Agimit. A mendon vërtet se ajo mori diçka? Përshpëriti ajo, duke shikuar anash drejt zonjës Vera. Roja tundi kokën lehtë. Nuk pash asgjë, Besa. E mbajta në sy gjatë gjithë kohës. Ajo as nuk i preku vitrinat. Atëherë pse po e bën këtë Lindita? Agimi mori frym thellë, pesha e bashkëfajsisë së heshtur po i rëndonte në gjoks. Ti e njeh Linditën. Ajo gjithmonë e bën këtë me çdo që nuk përshtatet me standardin e saj. Por kjo është e gabuar, Agim. Shumë e gabuar. E di. Por kush do ta kundërshtoj menaxheren? Ti? Unë? Ne na duhet puna, Besa. Vajza kafshoi buzën e poshtme, duke ndjer pafuqinë që i diqte në fy. Ajo e dinte që Agimi kishte të drejtë. Kishte parë situata të tjera të ngjashme. Njerëz të poshtëruar, të vënë në siklet, të dëbuar nga dyqani pa arsye reale përveç se nuk vishnin rrobat e duhura apo nuk ngisnin makinën e duhur. Dhe në të gjitha ato herë, edhe ajo kishte heshtur, duke mbrojtur rrogën që mezi mbulonte shpenzimet e saj. Por këtë herë, diçka ishte ndryshe. Mbase ishte dinjiteti i heshtur i të moshuarës. Mbase ishte egërsia e hapur e Linditës.
Apo mbase ishte thjesht grumbullimi i padrejtësive që, kur arrin një pikë të caktuar, nuk mund të injorohet më. Jashtë argjendarisë, lëvizja në rrjetet sociale ishte shndërruar tashmë në një tornado digjitale. Videoja e postuar nga klientja me syze dielli, që kishte filmuar momentet e para të akuzës, tashmë kalonte 50.000 shikime në më pak se 15 minuta. Shpërndarjet poshtoheshin në mënyrë eksponenciale. Profilet e influencuesve digital filluan të ripostonin me komente të indinjuara. Hashtaget si shkelqimi paragjykim dhe drejtësi për zonjën Vera filluan të ngjiteshin në trendet kryesore shqiptare. Komentet shtoheshin me mira. Kjo është e papranueshme. Çfarë turpi për këtë argjendari? Gjyshja ime kaloi diçka të tillë një herë. Edhe sot nuk e harron poshtërimin. Paragjykim i pështirë. Shpresoj që kjo menaxhere të humbas punën. A e di kush është kjo zonjë? Le ta ndihmojmë. Shqipëria duhet t'i japë fund këtij lloj diskriminimi. Në zyrat korporative të shkëlqimit në bulevardin Dëshmorët e Kombit, telefonat filluan të binin pa pushim. Këshilltarët e shtypit vraponin nga njëra zyrë në tjetrën duke u përpjekur të kuptonin se çfarë po ndodhte. Drejtoresha e komunikimit, Valbona Gashi, hapi laptopin dhe ndjeu stomakun t'i rrotullohej kur pa shifrat. 500.000 shikime. 1 milion. 1 milion e gjysmë. Shpejtësia ishte e frikshme. Alush, më shpjego tani çfarë po ndodh në degën e bllokut. I bërtiti ajo ekipit të saj. Një praktikante me fytyrë të zbetë zgjati celularin duke treguar videon. Zonja Valbona, duhet ta shihni këtë. Valbona ndoqi 30 sekondat e para dhe mbylli syt duke marrë frym thellë. 22 vite karrierë. 10 kriza të menaxhuara. Skandale të shmangura, procese të evituara, imazhe të restauruara. Por kjo ishte ndryshe. Kjo ishte një bombë sociale në shpërthim e sipër dhe ajo e dinte që copat e saj tashmë po fluturonin në të gjitha drejtimet. Telefono degën. Tani. Dhe më jep numrin e menaxheres. Si quhet ajo? Lindita Hoxha. Valbona shkroi emrin në kompjuter dhe hapi skedarët e punës. 3 vite në punë. Asnjë ankesë formale. Performancë e mirë në shitje. Por kishte shënime diskrete për trajtim të diferencuar të klientëve. Asgjë e dokumentuar zyrtarisht. Gjithçka mes rreshtave. Ndërkohë, përsëri në argjendari, makina e policisë ndaloi para hyrjes. 2 policë zbritën, një burr rreth të 40-tave i quajtur Kujtim dhe një grua më e re me emrin Fatmira. Kishin marrë njoftim për vjedhje në flagrancë. Rutinë. Edhe një tjetër ndër 10 raste ditore. Mirdita, përshëndeti polici Kujtim kur hyri në argjendari. Morëm një thirrje për një vjedhje. Lindita u hodh menjëherë përpara, duke marrë kontrollin e tregimit para se të prezantojë ndonjë version tjetër. Oficer, ju falenderoj që erdhët kaq shpejt. Kjo zonjë, ajo tregoi zonjën Vera me një gjest teatror, u kap duke vjedhur një bijuteri me vlerë të lartë në këtë dyqan. E pash qartë kur futi diçka në çantë. Polici Fatmira shikoi zonjën Vera, e cila qëndronte në heshtje, dhe diçka në shprehjen e saj e bëri të hezitonte. Kishte punuar mjaftueshëm në rrugët e Tiranës për të zhvilluar një instinkt për njerëzit. Dhe ajo e moshuar nuk kishte sjelljen e dikujt që sapo kishte kryer një krim. Zonjë, thiri Fatmira me zë profesional por të respektueshëm, a mund të na thoni çfarë ndodhi? Zonja Vera mori frym thellë para se të fliste. Zëri i saj doli i fortë, pa dridhje, duke mbartur dekada përvoje në bërjen e vetes të dëgjuar në klasa të zhurmshme. Hyra në këtë argjendari si një kliente e zakonshme. Pash disa bijuteri në vitrina. Nuk prekja asgjë. Nuk mora asgjë. Dhe u akuzova publikisht, pa asnjë dëshmi, se kam vjedhur një bijuteri që as nuk e di se cila mund të jetë. Ajo po gënjen. Ndërhyri Lindita me forcë. Unë e pash. Jam absolutisht e sigurt. Polici Kujtim kryqëzoi krahët. Atëherë le ta sqarojmë këtë në mënyrë të thjeshtë. Zonjë, ju drejtua zonjes Vera, a do t'ju prishte punë të na tregonit për mbajtjen e çantës suaj? Nuk më prish punë, u përgjigj ajo, duke marrë çantën që ishte ende mbi banar. E bëra këtë një herë për menaxheren, por do ta bëj përsëri për ju.
Me lëvizje të qeta dhe të qëllimshme, zonja Vera hapi çantën dhe filloi të nxirrte sendet e saj. Një shami prej cope me lule e konsumuar në skaje. Një portofol lëkure sintetike kafe me mbërtheckën paksa të lirshme. Një mbajtëse syzesh blu e errët. Çelësat e shtëpisë të varur në një mbajtëse të thjeshtë me një engjëll plastik. Një paketim karamelesh mente. Një blok i vogël shënimesh me kopertinë me lule. Dhe në fund një kuti kadifeje e kuqe, paksa e pluhurosur. Heshtja që pasoi ishte absolute. Lindita zgjeroi syt, një përzierje surprize dhe vërtetimi kaloi në fytyrën e saj. Policët u pan me njëri tjetrin. Besa vendosi dorën te goja. Agimi mbylli syt, duke parashikuar fundin që dukej i pashmangshëm. Dhe zonja Vera, e qetë, vendosi kutinë mbi banakun prej mermeri. Kjo është. Bërtiti Lindita, triumfuese. E thash që ajo e kishte marrë. E shihni? Kisha të drejtë. Polici Fatmira mori kutinë me kujdes, hapi kapakun dhe zbuloi përmbajtjen. Brenda qëndronte një varse delikate, me gur që shkëlqenin në dritën artificiale të argjendarisë. Nuk ishte një punim modern. Kishte një pamje vintage të diçkaje që i përkiste një epoke tjetër. Gurët, ndonse të bukur, nuk ishin diamante. Dukeshin si kristale ose mbase citrin. Ari ishte diskret, i punuar me një teknik artizanale që nuk shihej më në bishuteritë bashkëkohore. Kjo varse është e këtij dyqani? Pyeti kujtimi. Lindita u afrua për ta ekzaminuar më mirë, duke rrudhur ballin. Nuk e kam parë kur këtë bishuteri më parë. Por ajo u përpoq ta fshite. Kjo në vetvete është dëshmi e qëllimit të keq. Fatmira u kthye nga zonja Vera. Kjo varse ju përket juve? Më përket, u përgjigj e moshuara me të njëjtën qetësi. Ishte e nënës sime. Ajo ma la kur u largua nga kjo jetë 15 vjet më parë. Është një nga gjërat e pakta me vlerë që kam. Ishte në çantë sepse erdha direkt nga një vizitë mjekësore këtu afër dhe nuk desha ta lija në shtëpi. Pse nuk e përmendët këtë më parë? Pyeti Lindita, duke u përpjekur ta mbante akuzën në këmbë. Zonja Vera e shikoi në sy me një vështrim që përziente trishtimin dhe një durim pothuajse mbinjerëzor. Sepse ju më akuzuat për vjedhje pa më dhënë asnjë mundësi për t'u shpjeguar. Bërtitët, poshtëruat, gjykuat. Dhe në asnjë moment nuk pyetët nëse kishte një shpjegim tjetër. Polici kujtim mori kutinë dhe e ekzaminoi me më shumë vëmendje. E rrotulloi varsen në dritë, vëzhgoi detajet e mbërtheckës, analizoi gjendjen e ruajtjes. Kjo bishuteri nuk është prej këtu, tha ai më në fund, duke parë Linditën. Është qartësisht e vjetër. Dhe stili nuk përshtatet me asgjë që pash në vitrina. Lindita ndjeu tokën të lëvizte nën këmbët e saj. Por ajo po sillej në mënyrë të dyshim. Njerëz si ajo gjithmonë, njerëz si unë, ndërhyri zonja Vera dhe për herë të parë zëri i saj u ngrit pak, duke mbartur dekada dhimbjeje të grumbulluar. Ju e përdorët atë shprehje edhe më parë. Njerëz si unë. Dhe saktësisht çfarë do të thotë kjo, menaxhere? Heshtja që mbuloi argjendarin ishte mbytëse. Lindita hapi gojen për t'u përgjigjur, por asnjë fjalë nuk doli. Mendja e saj po kërkonte dëshpërimisht një justifikim, një rrugdalje, diçka që mund ta kthente atë situatë që po i ikte gjithnjë e më shumë nga kontrolli. Por nuk gjeti asgjë. Sepse, në fund të fundit, ajo e dinte saktësisht se çfarë kishte bërë. Dhe e dinte që nuk kishte asnjë falje të mundshme. Polici Fatmira mbylli bllokun e saj të shënimeve. Nuk ka asnjë krim këtu. Zonjë, ju drejtua zonjës Vera, jeni e lirë të shkoni. Dhe më vjen shumë keq për shqetësimin. Zonja Vera pohoi në heshtje, duke i futur sendet e saj përsëri në çantë me të njëjtën qetësi me të cilën i nxori. Lëvizjet e saj ishin të ngadalta, pothuajse rituale. Çdo objekt kthehej në vendin e tij. Shamia. Portofoli. Mbajtësia e syzesh. Çelësat. Bloku. Dhe në fund, kutia e kuqe e kadifes me varsen e nënës së saj, ajo bishuteri që mbante kujtime të kohëve më të thjeshta, të përqafimeve që nuk do të ktheheshin më, të një gruaje që i kishte mësuar të ruante dinjitetin edhe kur bota insistonte t'ia merrte atë. Unë do të dëshiroja të bëja një ankesë, tha Lindita papritur, duke u përpjekur për një lëvizje të fundit dëshpëruese. Kjo situatë i shkaktoi shqetësim dyqanin.
Klient të trembur. Punë e ndërprerë. Kujtimi e shikoj me një shprehje që përziente mosbesimin dhe mosmiratimin. Zonjë, a jeni në dijeni se të akuzosh dikë rrejshëm për krim është, në vetvete, një krim? Shpifje. Dëmtim imazhi. Dhe varësisht nga rrethanat mund të konsiderohet dëm moral. Lindita uzbe. Unë nuk dua të them. Unë thjesht po mbroja pasurinë e kompanisë. Fatmira tundi kokën, sinqerisht e zhgënjur. Ju poshtëruat një zonjë të moshuar publikisht, pa asnjë provë, bazuar vetëm në paragjykim. Nëse dikush duhet të bëj ankesë këtu, do të ishte viktima, jo akuzuesja. Zonja Vera rregulloi çantën në krah dhe shikoi rreth e rrotull. Klientët që kishin parë gjithçka ishin ende aty, të paralizuar, dëshmitar të heshtur të një padrejtësie që ishte bërë shumë publike për t'u injoruar. Disa tashmë i kishin ulur celularet, të turpëruar nga bashkëfaqësia e tyre pasive. Të tjerë ende filmonin, duke dokumentuar çdo sekond të asaj kthese. Nuk do të ngre pa di, tha zonja Vera, duke parë drejt për drejt Linditën. Jo sepse ju nuk i meritoni pasojat, por sepse besoj se poshtërimi publik që sapo kaluat është mësim i mjaftueshëm. Shpresoj të mësoni diçka nga kjo. Shpresoj që herën tjetër që do të shikoni një person dhe do ta gjykoni nga pamja, të kujtoni këtë ditë dhe të zgjidhni ndryshe. Me këto fjalë, zonja Vera eci drejt derës. Hapat e saj bënin njehon në heshtjen e argjendarisë, të matur dhe dinjitos. Agimi, roja, që kishte qëndruar në heshtje gjatë gjithë skenës, bëri një hap përpara dhe i hapi derën. Sytë e tyre u takuan për një çast të shkurtër dhe në atë moment kaloi një komunikim i heshtur. Ai e dinte që kishte dështuar. E dinte që heshtja e tij e kishte bërë bashkëfajtor. Dhe e dinte që duhej të jetonte me këtë. Më vjen keq, përshpëriti ai ndërsa ajo kalonte. Zonja Vera ndaloi, u kthye pak dhe vendosi dorën në krahun e tij. Një prekje e butë, pothuajse amtare. Ti ende ke kohë të zgjedhësh ndryshe, tha ajo me zë të ulët. Asnjëherë nuk është vonë për të bërë atë që është e drejtë. Dhe pastaj ajo doli, duke kaluar derën prej xhami dhe duke dalë në pasditën gri të Tiranës. Shiu që qielli kishte premtuar që në mëngjes më në fund filloi të binte, i hollë dhe i vazhdueshëm. Zonja Vera hapi një çadër të thjeshtë të zezë dhe ndoqi trotuarin, duke u zhdukur mes këmbësorëve të shpejtuar që kërkonin strehë nga shiu. Brenda argjendarisë, Lindita qëndronte e palvizur, duart i dridheshin lehtë, fytyra ende e zbehë. Policët u larguan pasi shënuan disa shënime. Klientët, pa ditur mirë çfarë të bënin, gjithashtu filluan të dilnin diskretisht. Besa e shikoi menaxheren me një përzierje mëshire dhe përçmimi, dhe pastaj u kthye në vendin e saj pa thënë asnjë fjalë. Dhe Agimi u kthye në pozicionin e tij pranë hyrjes, por diçka te ai kishte ndryshuar. Një vendim po fillonte të formohej në mendjen e tij. Jashtë atyre mureve prej xhami dhe mermeri, studia digjitale vazhdonte të rritej. Videoja tani kishte miliona shikime. Grupet për mbrojtjen e të drejtave të moshuarve tashmë kishin identifikuar argjendarinë dhe kishin filluar fushata bojkoti. Gazetarët kërkonin informacione për të moshuarën. Dhe diku në qytet, në një zyrë me pamje panoramike nga bulevardi, një burr i ri, me sy të errët dhe shprehje serioze, fikur kompjuterin ku kishte parë gjithçka përmes kamerave të sigurisë në distancë. Alban Shala ishte 36 vjeç, me flokë të zi paksa të thinjur të tëmthat dhe një qëndrim që përziente vendosmërinë me diçka që dukej si dhimbje e përmbajtur. Ai ishte pronari i ri mazhoritar i rrjetit shkëlqimi, posti marrë vetëm 3 javë më parë pas një blerjeje strategjike që kishte surprizuar tregun e luksit në vend. Djali i një mësueseje në pension dhe i një babai që ishte larguar nga kjo jetë shumë herët, Albani kishte ndërtuar një perandori nga zeroja, duke punuar në zyra kontabiliteti gjatë ditës dhe duke studiuar drejtësi natën, duke shndërruar çdo qindark të kursyer në investim, çdo mundësi në rritje. Dhe tani, duke parë pamjet e kamerës së sigurisë ku nëna e tij, zonja Vera, u poshtërua publikisht në argjendarinë që ai sapo kishte bler, Albani ndjeu një përzierje zemërimi, trishtimi dhe vendosmërie t'i diqte në gjoks. I kishte kërkuar asaj ta bënte atë test. Donte të dinte se si punonisit e tij i trajtonin njerëzit e thjeshtë. Donte të kuptonte kulturën reale të kompanisë që sapo kishte bler. Por kur nuk e kishte imagjinuar se rezultati do të ishte aq brutal, aq i hapur, aq i dhimbshëm për t'u parë.
A i mori telefonin dhe formoi një numër. Thirrja u mor në sekondën e dytë. Thirr mbledhje urgjente me gjithë bordin drejtues. Tani. Dhe dua menaxherin e degës së bllokut në zyrën time brenda një ore. Nuk pranoj asnjë justifikim. Në anën tjetër të linjës, sekretarja u përgjigj me zë të tensionuar. Po, zoti Shala. Por a jeni në dijeni se jam në dijeni për gjithçka, ndërpreu Albani. Dhe është saktësisht për këtë arsye që duhet të veproj. Nëna ime sapo u poshtërua në një kompani që mban emrin tim. Dhe kjo nuk do të mbetet kështu. Ai mbylli telefonin dhe shikoi nga dritarja. Shiu tani binte fort mbi Tiranë duke larë rrugët, por i path për të larë njollën që sapo ishte ekspozuar. Albani e dinte se ajo që do të vinte më pas do të ndryshonte gjithçka. Jo vetëm për kompaninë, por për të gjithë të përfshirët në atë histori. Dhe kryesisht për shoqërinë që kishte nevojë dëshpërimisht të mësonte një mësim mbi respektin, dinjitetin dhe humanizmin. Stuhia ishte larg përfundimit. Në fakt, ajo sapo po fillonte. Salla e mbledhjeve në katin e 22 të ndërtesës tregtare në bulevard kishte një pamje panoramike të Tiranës. Dritarët nga dyshemeja në tavan zbulonin qytetin që rrite atje poshtë, indiferent ndaj dramave që zhvilloheshin në atë hapësirë fuqie. Tryeza prej xhami mbante 12 karrige lëkure të zezë dhe mbi të qëndronin shishe me ujë mineral dhe bloqe shënimesh që askush nuk do t'i prekte. Dritat LED të vendosura në tavan krijonin një atmosferë sterile, pothuajse kirurgjikale. Ishte aty ku merreshin vendime të rëndësishme, nënshkruheshin kontrata, përcaktoheshin fati i njerëzve. Alban Shala hyri në sallë me hapa të fortë, por fytyra e tij mbante një shprehje që përziente kontrollin dhe furinë e përmbajtur. Vishte një kostum blu të errët të patëmet, por e kishte hequr kravatën. Sytë e tij të errët përshkuan të pranishmit. Valbona Gashi, drejtoresha e komunikimit, ishte tashmë e ulur me laptopin hapur, fytyra e saj e shënuar nga tensioni i dikujt që kishte kaluar 2 orët e fundit duke u përpjekur të shuante një zjarr me një gotë ujë. Pranë saj, Genti Krasniqi, drejtori ligjor, një burr me syze optike dhe shprehje vazhdimisht të shqetësuar. Në anën tjetër të tryezës, drejtoresha e burimeve njerëzore, Arta Berisha, shfletonte me nervozizëm disa dokumente të printuara. Dhe në cepin më të largët, dukshëm e huaj në atë ambient korporativ, ishte Lindita Hoxha. Topuzi i saj i përsosur i mëngjesit tani kishte fije floku të lëshuara. Makijazhi ishte paksa i prishur rreth syve, duke tradhtuar lotët që ishte përpjekur t'i fshite në tualet para se të ngjitej. Duart i dridheshin lehtë mbi preher dhe ajo shmangte shikimin e drejt për drejt me këdo në sallë. Albani nuk u ul menjëherë. Qëndroi në këmbë, me duart e mbështetura në mbështetësen e karriges në krye të tryezës dhe e la heshtjen të zgjatej për sekonda të gjata. Ishte një teknikë që kishte mësuar në negociata të vështira. Heshtja shqetësonte më shumë se fjalët. I detyronte njerëzit të përballeshin me mendimet e tyre, me fajet e tyre. A mund të më shpjegoj dikush, filloi ai më në fund, zëri i tij i ulët por i ngarkuar me një autoritet që nuk kishte nevojë për volum, se si një kompani që sapo ka mbledhur për miliona euro. Në këtë çast të saktë po shndërrohet në simbolin kombëtar të paragjykimit dhe diskriminimit? Valbona pastroi fytin. Zoti Shala, situata u përshkallëzua shumë shpejt. Videoja u bë virale në më pak se një orë. Tashmë kemi kaluar 5 milion shikime. Kemi hashtag bojkoti në vendin e parë në trende. Grupet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut tashmë kanë lëshuar nota reagimi. Dhe shtypi po na kërkon pa pushim. Unë i di të gjitha këto, Valbona. Unë e pash. Nga fillimi deri në fund. Përmes kamerave të sigurisë së dyqanit. Pash çdo sekond të atij poshtërimi publik. Kështu që nuk kam nevojë për raporte. Kam nevojë për zgjidhje. Genti, drejtori ligjor, rregulloi syzet. Nga pikpamja ligjore, zotëri, mund të argumentojmë se ishte një gabim i izoluar gjykimi i një punonjëseje. Mund të distancohemi nga qëndrimi individual dhe të përforcojmë se kjo nuk përfaqëson vlerat e kompanisë. Albani e shikoi me një shprehje që kufizoi me përçmimin. Një gabim i izoluar. Kështu do ta quajmë? Dhe kur të zbulojnë se nuk ishte i izoluar, që ka një model, që kjo kulturë ekziston në këtë kompani prej vitesh, heshtja që pasoi ishte e rëndë.
Arta, drejtoresha e Bënjes, lëvizi me shqetësim në karrige. Me gjithë respektin, zoti Shala, kur nuk kemi pasur ankesa formale për diskriminim. Kur nuk keni pasur ankesa formale, përsëriti Albani, zëri i tij i ngarkuar me ironi të hidhur. Apo kur nuk keni krijuar një ambient ku njerëzit të ndiheshin të sigurt për t'u ankuar? Cilën nga të dyja opsionet mendon se është më e mundshme, Arta? Gruaja uli syt, pa përgjigje. Albani më në fund u ul, por qëndrimi i tij mbetej i tensionuar. Ai hapi një dosje që kishte sjell dhe shpërndau disa flet mbi tryez. Ishin printime të komenteve nga rrjetet sociale, lajme nga faqet e informacionit, diskutime nga grupet e WhatsApp-it. I keni parë këto? Pyeti ai, duke treguar dokumentet. Nuk janë vetëm njerëz të indinjuar me atë që ndodhi sot. Janë ish punonjës që tregojnë histori të ngjashme. Janë klientë që tregojnë situata të ngjashme që kanë parë. Janë dëshmi prej vitesh. Vite të një kulture të kalbur që askush nuk deshi ta shite. Lindita, që deri atëherë kishte qëndruar në heshtje, më në fund guxoi të fliste. Zëri i saj doli i dridhur, pothuajse i padëgjueshëm. Zoti Shala, unë nuk e dija. Dua të them, unë mendova se po mbroja pasurinë e kompanisë. Ishte një keqkuptim. Albani u kthye nga ajo me një shpejtësi që e bëri të tkurej në karrige. Një keqkuptim? Ju akuzuat një grua 72 vjeçare, publikisht, për vjedhje. Pa prova. Pa verifikim. Bazuar vetëm në mënyrën se si ishte veshur. Dhe e quani këtë keqkuptim? Unë pash diçka të dyshim. Është puna ime të jem e vëmendshme. Lindita, tha Albani, dhe kishte diçka në zërin e tij tani që tingëllonte dhimbshëm personale. Ajo grua që ju poshtëruat sot është nëna ime. Impakti ishte si një shpërthim i heshtur. Valbona lati binte lapsi që mbante. Genti zgjeroi syt. Arta vendosi dorën te goja. Dhe Lindita u bë krejtësisht e zbet, gjaku i iku nga fytyra sikur dikush të kishte hapur një rubine. Nëna juaj? Arriti të belbëzonte. Nëna ime, konfirmoi Albani, dhe për herë të parë zëri i tij u drodh pak, duke zbuluar dhimbjen nën kontroll. Zonja Vera. Mësuese në pension. Gruaja që punoi 40 vjet në shkolla publike të periferisë. Që edukoi qindra të rinj që sot janë gjyqtar, prokuror, avokat, mjek. Gruaja që rriti një djalë e vetme pasi babai im u largua herët. Që shiti ëmbëlsira shtëpie derë më derë për të paguar librat e mi të fakultetit. Që kur, në gjithë jetën e saj, nuk mori asgjë që nuk ishte e saj. Kjo është gruaja që ju e akuzuat si hajdute. Lotët tani rridhnin lirisht në fytyrën e Linditës. Unë nuk e dija. Si mund ta dija? Dhe ky është saktësisht problemi, u përgjigj Albani, zëri i tij por i fitonte forcën. Ju nuk e dini. Nuk pyetet. Nuk verifikuat. Thjesht shikuat një person të moshuar me rroba të thjeshta dhe vendosët se ajo nuk meritonte të ishte aty. Vendosët se ajo ishte e dyshim. Vendosët se ajo ishte fajtore. E gjitha kjo para se të shkëmbehej qoftë edhe një fjalë. Albani u ngrit përsëri dhe eci drejt dritares duke vëzhguar qytetin atje poshtë. Kur mora këtë kompani, tha ai, me shpinë nga të gjithë, i bëra një kërkesë nënës sime. I kërkova që të vizitonte disa nga dyqanet tona pa u identifikuar. Doja të dija se si i trajtonim njerëzit e thjeshtë. Klientët që nuk vinë me makina luksoze. Që nuk veshin rroba firme. Doja të kuptoja kulturën reale të kësaj kompanie, jo atë që është shkruar në manualet korporative. Ai u kthye të përballej me sallën përsëri. Dhe tani e di. Tani e pash me syt e mi llojin e trajtimit që ofrojmë. Dhe është i papranueshëm. Valbona u përpoq të ndërhynte. Zoti Shala, e kuptoj indinjatën tuaj. Por duhet të mendojmë strategjikisht. Nëse pranojmë publikisht se ishte nëna juaj, situata mund të bëhet edhe më komplekse. Më komplekse? Pyeti Albani. Valbona, situata nuk mund të bëhet më komplekse. Ajo është tashmë një katastrofë e plotë. Diferenca është se tani do të merremi me këtë me transparencë dhe ndershmëri. Mjaft më me fshehje. Mjaft më me minimizime. Mjaft më me mbrojtjen e një kulture që është e kalbur.
Dhe çfarë propozoni ju? Pyeti Genti me kujdes. Albani u kthye në krye të tryezës dhe u ul, por këtë herë qëndrimi i tij ishte ndryshe. Kishte vendosmëri aty, por edhe një lëndim të rrallë në ambientet korporative. Propozoi këtë, Lindita shkarkohet me efekt të menjëhershëm. Nuk pranoj asnjë ankesë, nuk pranoj asnjë negociat. Lindita dënese me zë të lartë, por Albani vazhdoi pa ndalesë. Do të lëshojmë një komunikat zyrtare duke marrë përgjegjësinë e plotë për atë që ndodhi. Nuk do të fajsojmë vetëm një punonjëse. Do të pranojmë se ekziston një kulturë problematike në kompani. Dhe do të njoftojmë masa konkrete. Çfarë lloj masash? Pyeti Arta. Albani mori një fletë letre dhe filloi të listonte. Trajnimi detyrueshëm mbi diversitetin dhe gjithëpërfshirjen për të gjithë punonjësit, pa përjashtim. Krijimi i një kanali anonim për denoncimin e diskriminimit. Rishikim i plot i të gjitha protokolleve të shërbimit. Punësimi i një konsulence të jashtme të specializuar në luftën kundër paragjykimeve për të audituar praktikat tona. Dhe një fushat publike angazhimi për shërbim dinjitos ndaj të gjithë njerëzve, pavarësisht pamjes apo gjendjes sociale. Heshtja që pasoi ishte prej habie. Genti ishte i pari që reagoi. Zoti Shala, me gjithë respektin, kjo do të kushtoj miliona. Dhe do ta ekspozoj kompaninë edhe më shumë. Preferoj të shpenzoj miliona duke bërë të drejtën se sa të kursej duke vazhduar të gabuarën, u përgjigj Albani prerë. Dhe sa për ekspozimin, Genti, ne jemi tashmë të ekspozuar. Diferenca është se tani do të ekspozohemi duke bërë diçka për këtë, në vend që thjesht të përpiqemi ta mbyllim. Valbona mori frym thellë. Nëse ky është drejtimi, atëherë duhet të veprojmë shpejt. Dritarja e mundësisë për të kontrolluar tregimin është e shkurtër. Sugjeroj që të bëjmë një deklaratë me video që sot. Me ju. Personalisht. Jam dakord, tha Albani. Por nuk dua një video korporative të ftohtë. Dua të flas si qenie njerëzore. Si djali i gruas që u poshtërua. Si pronari i ri që është i pështirë me atë që pa. Pa skenar të përgatitur. Pa gjuhë juridike. Vetëm të vërtetën. Arta ngriti një çështje. Po punonjësit e tjerë? Ata që ishin dëshmitar dhe nuk bën asgjë. Roja. Shitëset. Albani u mendua. Thirrini të gjithë në seanca individuale. Dua të kuptoj rolin e secilit. Disa mund të kenë qenë bashkëfajtor pasiv nga frika se mos humbnin punën. Të tjerë mund të kenë tentuar të bëjnë diçka dhe janë injoruar. Duhet të ndajmë ata që ishin bashkëpunëtor me zgjedhje nga ata që u heshtën me detyrim. Lindita, që po qante lehtë, më në fund arriti të formonte një fjali të plotë. Më vjen shumë keq. Vërtet. Nuk e kuptova. Unë u rrita duke besuar. Dua të them. Gjithmonë kam menduar se po tregohesha thjesht profesionale. Albani e shikoi për një moment të gjatë. Kishte zemërim aty, por edhe diçka që mund të ngatërohej me mëshirën. Lindita, ju u rritët në një ambient që normalizoi paragjykimin. Por të jesh i rritur do të thotë të vësh në pyetje atë që të kanë mësuar. Do të thotë të zgjedhësh të jesh më i mirë. Dhe ju zgjodhët ta vazhdonit atë. Ai bëri një pauzë. Jeni e shkarkuar. Por do t'ju jap një këshill. Përdoreni këtë. Përdoreni këtë dhimbje. Përdoreni këtë turp. Dhe bëhuni një person më i mirë. Sepse nëse vazhdoni të jeni ajo që ishit sot, jeta juaj profesionale mbaroi para se të fillonte. Askush nuk do të doj të punësoj menaxherin e videos së diskriminimit. Lindita u ngrit duke u lëkundur, këmbët mezi e mbanin. La sallën në heshtje dhe zhurma e derës që mbyllej bëri jehon si një pikë fundore. Ata që mbetën qëndruan në heshtje për disa çaste. Pastaj Albani foli përsëri, zëri i tij tani më i butë, por jo më pak i vendosur. Dua të kuptoni një gjë. Nëna ime nuk kërkon hakmarrje. Ajo kur nuk ka kërkuar. Kur doli nga ajo argjendari, ajo nuk ishte me zemërim. Ishte e trishtuar. E trishtuar sepse pa, edhe një herë, se sa shumë shoqëria jon ka ende nevojë të evoluojë. Ai shikoi çdo person në sallë. Por unë nuk jam aq bujar sa ajo. Unë jam me zemërim. Dhe do ta përdor këtë zemërim për të transformuar këtë kompani.
që asnjë person tjetër kur më të mos kaloj atë që kaloi nëna ime. Dhe nëse kjo do të thotë të çmontojmë gjithçka dhe ta rindërtojmë nga zeroja, atëherë këtë do të bëjmë. Valbona pohoi duke shkruar tashmë në laptop. Do të përgatis pikat kryesore për videon. Pa pika, Valbona. Thjesht më jepni një kamerë dhe një vend të qetë. Do të flas nga zemra. Jashtë asaj sale, Tirana vazhdonte rutinën e saj të edhshme. Miliona njerëz në botët e tyre, betejat e tyre. Por në atë 4:22, një revolucion i vogël po planifikohej. Jo me armë apo barikada, por me fjalë, politika dhe një angazhim për të bërë ndryshe. Dhe ndërkohë, në një apartament modest në kombinat, zonja Vera përgatiste një çaj kamomili, duart ende të forta pavarësisht moshës. Ajo e dinte që djali i saj ishte i tërbuar. E njihte atë zjarr që digjej tek ai kur shite pa drejtësi. Ishte i njëjti zjarr që ajo gjithmonë ishte përpjekur ta zbuste me urtësi dhe durim. Telefoni ra. Ishte Albani. Nën, filloi ai, zëri i ngarkuar me emocion. Pash gjithçka. Më vjen shumë keq. Më vjen keq që ju a kërkova këtë. Kur nuk e imagjinova se do të ishte kaq birë, e ndërpreu ajo butësisht, mos kërko falje. Ishte saktësisht për këtë që pranova ta bëja. Sepse kishim nevojë ta dinim. Dhe tani e dim. Dhe ti do të bësh gjën e duhur. Unë kam besim te ti, por ti nuk meritoje të kaloje atë. Zonja Vera buzëqeshi, edhe pse e dinte që ai nuk mund ta shite. Biri im, unë kam kaluar edhe më keq. Dhe kam mbijetuar. Ajo që ndodhi sot nuk më përcakton mua. Përcakton atë vajzën. Dhe përcakton shoqërinë që kemi krijuar. Por gjithashtu përcakton atë që ti do të bësh tani. Dhe për këtë, unë jam krenare. Albani mori frym thellë në anën tjetër të linjës. Të dua, nën. Edhe unë të dua, biri im. Tani shko. Bëj atë që duhet bërë. Dhe kujto, kjo nuk është për hakmarrje. Është për transformim. Kur mbylli telefonin, zonja Vera i u kthye filxhanit të saj të çajit. Shikoi nga dritarja e apartamentit të saj, duke parë dritat e qytetit që fillonin të ndizeshin në natën që po vinte. Mendoi për të gjitha betejat që kishte bërë në jetë. Për të gjitha poshtërimet që kishte gëlltitur në heshtje. Për të gjitha herët që ishte gjykuar nga pamja dhe jo nga karakteri. Dhe mendoi se mbase, vetëm mbase, këtë herë diçka do të ndryshonte. Jo vetëm për të, por për të gjitha verat e tjera që ende përballeshin me paragjykimin e përditshëm të një shoqërie që insistonte të gjykonte nga pamja. Jashtë, nata binte mbi Tiranë. Dhe me të, premtimi i një të nesërme e ndryshe. Studioja e improvizuar në sallën e mbledhjeve ishte e thjeshtë. Një kamerë profesionale e montuar mbi një tripjed, një sfond gri neutral, 2 drita të buta të pozicionuara në mënyrë strategjike. Valbona kishte sugjeruar punësimin e një ekipi të plot produksioni, por Albani refuzoi. Donte diçka autentike, njerëzore, pa truket korporative që zakonisht i largonin sipërmarrësit nga njerëzit real. Ai ishte ulur në një karrige rrotulluese, pa xhaket, vetëm me këmishën e kaltër me mëngë të përveshura deri te bërrylat. Flokët paksa të çrregullt, shenjë që kishte kaluar duart në përto shumë herë në orët e fundit. Nuk kishte makijazh profesional, nuk kishte teleprompter, nuk kishte skenar. Vetëm një burr gati për të thënë të vërteta që shumë do të preferonin t'i mbanin të fshehura. Gati? Pyeti tekniku i videos. Albani mori frym thellë, rregulloi qëndrimin dhe pohoi me kokë. Drita e kuqe e kamerës u ndez. Mirëmbrëma. Emri im është Alban Shala dhe jam pronari i ri i rrjetit të argjendarive shkëlqimi. Sot, një nga degët tona ishte skena e një incidenti që u bë viral në rrjetet sociale dhe ekspozoi diçka që unë, si menaxher i ri i kësaj kompanie, nuk mundem dhe nuk do ta toleroj. Një kliente u akuzua publikisht për vjedhje pa asnjë provë, bazuar vetëm në pamjen e saj. U poshtërua, u vu në siklet dhe u trajtua si kriminale thjesht sepse nuk përshtatej me standardin estetik që disa njerëz e lidhin me ata që mund të frekuentojnë një argjendari luksoze. Ai bëri një pauzë dhe zëri i tij u drodh pak kur vazhdoi. Ajo kliente ishte nëna ime. Zonja Vera. Një mësuese në pension 72 vjeçare që i kushtoi 40 vjet të jetës së saj arsimit publik.
Një grua që rriti një djalë e vetme, që punoi pa lodhur për të dhënë mundësi që ajo vetë kur nuk i pati. Një grua që, ndryshe nga çfarë supozoi menaxherja e dyqanit ton, ka më shumë dinjitet dhe karakter në një gisht të vetëm se sa shumë njerëz arrin të grumbullojnë gjatë gjithë jetës së tyre. Albani shikoi drejt për drejt në kamerë, sytë e tij shkëlqenin nga emocioni i përmbajtur. Por këtu është pika më e rëndësishme, edhe sikur të mos ishte nëna ime, edhe sikur të ishte një e huaj e plot, kjo do të ishte po aq e papranueshme. Ajo që ndodhi sot nuk është për atë se kush ishte viktima. Është për llojin e shoqërisë që kemi ndërtuar. Një shoqëri ku i gjykojmë njerëzit nga ajo që veshin para se të njohim se kush janë. Ku supozojmë fajsinë bazuar në pamje. Ku respekti trajtohet si privilegj i disave, jo si e drejtë e të gjithëve. Ai rregulloi pozicionin në karrige. Marrë përgjegjësinë e plotë dhe totale për atë që ndodhi. Po, ishte një punonjëse specifike që e kreu aktin. Por ajo nuk veproi në vakum. Ajo veproi brenda një kulture që e lejoi, që e toleroi dhe mbase edhe e inkurajoi këtë lloj sjelljeje. Dhe kjo kulturë mbaron sot. Menaxherja përgjegjëse është shkarkuar. Por ky është vetëm fillimi. Sepse të shkarkosh një person nuk e zgjidh një problem sistemik. Albani mori një flet letre që ishte mbitryes anash. Që nga ky moment, shkëlqimi do të zbatoj masat e mëposhtme, së pari, trajnimi detyrueshëm mbi diversitetin, gjithëpërfshirjen dhe luftën kundër paragjykimeve për 100% të punonjësve tanë. Nuk do të jetë opsionale. Do të jetë kusht për qëndrimin në kompani. Së dyti, krijimi një kanali të pavarur për denoncimin e diskriminimit, i menaxhuar nga një organizatë e jashtme për të drejtat e njeriut. Së treti, rishikimi plot i të gjitha protokolleve të shërbimit. Së katërti, fushat publike, angazhimi për shërbim dinjitos dhe të respektueshëm ndaj të gjithë njerëzve, pavarësisht klasës sociale, moshës, gjinisë apo çdo shenje tjetër identiteti. Ai e vendosi letrën anash. E di që shumë do të thonë se kjo është thjesht marketing. Se është një përgjigje ndaj presionit publik. Dhe e dini diçka? Kanë të drejtë që dyshojnë. Sepse jetojmë në një vend ku kompanitë shpesh bëjnë premtime boshe pas skandaleve. Por unë nuk e bleva këtë kompani për të vazhduar atë që ishte gabim. E bleva për ta transformuar. Dhe do të jem personalisht i përfshirë në çdo hap të këtij transformimi. Do të vizitoj dyqane pa paralajmërim. Do të flas me punonjësit. Do të dëgjoj klientët. Dhe do të mbaj përgjegjës çdo person në çdo nivel hierarkik që nuk respekton një qenie tjetër njerëzore. Albani shikoi poshtë për një moment duke mbledhur forcat për pjesën më të vështirë. Nëna ime më telefonoi pak më parë. E dini çfarë tha? Tha se nuk do hakmarrje. Tha se nuk do të padis. Tha se shpreson vetëm që diçka e mirë të dalë nga kjo. Që njerëz të tjerë të mos kenë nevojë të kalojnë atë që kaloi ajo. Kjo është gruaja që u quajt hajdute sot. Një grua që, edhe e poshtëruar, ende mendon për kolektivin para vetes. Dhe nëse ajo arrin ta ketë këtë bujari, unë mund të kem të paktën guximin të bëj atë që është e drejtë. Ai gëlltiti pështymën. Kështu që ky është angazhimi im publik. Për nënën time, për të gjithë ata që janë gjykuar padrejtësisht dhe për Shqipërinë që duam të ndërtojmë. Shkëlqimi nuk do të jetë më një kompani që diskriminon. Do të jetë një kompani që respekton. Dhe nëse kjo kushton klient që mendojnë se respekti duhet të ketë klasë sociale, atëherë le t'i humbim ata klientë. Sepse disa vlera nuk negociohen. Albani qëndroi në heshtje për disa sekonda, duke lënë fjalët të bënin jehon. Ju faleminderit që na ndoqët. Dhe faleminderit nën që më mësove se dinjiteti nuk vështillet me rroba, por mbartet për brenda. Drita e kuqe u fik. Albani nxori frymën që dukej se e mbante prej minutash. Valbona, që kishte ndjekur gjithçka jashtë kuadrit, kishte lot në sy. Ishte e përsosur, tha ajo, me zë të mbytur. Ishte e ndershme, korrigjoi Albani. Tani le të shohim nëse njerëzit do të besojnë. Videoja doli online në orën 10 të asaj mbrëmjeje të enjte. Në më pak se 10 minuta, tashmë kishte 100.000 shikime. Në gjysmë ore, 500.000. Në një orë, 2 milion. Komentet filluan të vinin si dallg. Ky po që është qëndrim. Bravo për guximin. Duke qarë këtu. Çfarë djali i mrekullueshëm.
Çfarë nëne e jashtëzakonshme. Më në fund një sipërmarrës që merr përgjegjësi të vërtetë. Le të shohim nëse e mban atë që premtoi. Por fjalimi ishte i fortë. Gjyshja ime meritonte një nip të tillë. Shumë emocionuese. Por kishte edhe skepticizëm, siç e kishte parashikuar Albani. E bukur në teori. Dua ta shoh në praktik. Marketing i bërë mirë. Por a ndryshon vërtet diçka? Lef të flasësh pasi u bë virale. Ku është veprimi real? Dhe kishte, pashmangshmërisht, komente mizore. Kot fare. E moshuara nuk duhej të ishte aty fare. Tani çdo njeri do të mund të hyjë në dyqan luksi. U bë rëmuj. Ky vend ka marrë fund. Tani mbrojnë këdo. Albani lexoi disa komente dhe mbylli laptopin. E dinte që nuk mund t'i pëlqente të gjithëve. Dhe sinqerisht nuk donte. Disa njerëz ishin pjesë e problemit, jo e zgjidhjes. Por e rëndësishme ishte që shumica absolute e komenteve ishin pozitive. Batica e opinionit publik ishte në anën e asaj që ishte e drejtë. Ndërkohë, në pjesë të ndryshme të Tiranës, njerëz të tjerë po ndiqnin gjithashtu videon. Agimi, roja i Argjendaris, ishte ulur në divanin e vjetër të dhomës së tij, vajza e tij 8 vjeçare po flinte në dhomën ngjitur. Ai e ndoqi videon 3 herë radhazi, çdo fjalë e Albanit bënte jehon në ndërgjegjen e tij si një akuzë personale. Ai kishte parë gjithçka. E dinte që ishte gabim. Dhe nuk kishte bërë asgjë. Mori celularin dhe shkroi një mesazh për numrin që kishte gjetur në faqen korporative të shkëlqimit. Ishte kanali i kontaktit direkt me drejtorinë. Emri im është Agim Sula. Jam roja i degës së bllokut. Isha dëshmitar i incidentit të sotëm dhe nuk bëra asgjë për ta parandaluar. E di që jam edhe unë përgjegjës. Do të dëshiroja të flisja personalisht për atë që pash dhe çfarë di për situata të tjera të ngjashme që kanë ndodhur. Nëse ende do të kem punë pas kësaj, dua të jem pjesë e ndryshimit. Nëse jo, të paktën dua të bëj të drejtën. Dërgoj mesazhin dhe ndjeu një peshë t'i hiqej nga supet. Mbase do të humbiste punën. Mbase do të përballej me pasoja. Por për herë të parë pas një kohe të gjatë, mund të shihej në pasqyrë pa i larguar sy. Besa, shitësia e re, gjithashtu po ndiqte videon në dhomën e saj me qira në laprak. Ajo gjithmonë e kishte ditur se ajo që ndodhte në Argjendari ishte e gabuar. Kishte parë situata të tjera, ndonse asnjë aq të hapur sa ajo e sotmja. Dhe gjithmonë kishte heshtur nga frika. Frika se mos humbiste punën. Frika se mos shihej si problematike. Frika se nuk do të mund të paguante faturat. Por fjalët e Albanit e prekën thellë. Sidomos kur ai tha se disa vlera nuk janë të negociueshme. Ajo mori një letër dhe filloi të shkruante gjithçka që i kujtohej. Të gjitha herët që kishte parë klient të trajtoheshin ndryshe. Të gjitha udhëzimet e fshehura të Linditës për të vëzhguar profile të caktuara. Të gjitha padrejtësitë e vogla që mblidheshin ditë pas dite. Ky do të ishte kontributi i saj për ndryshimin e premtuar. Edhe nëse kjo do të kishte një kosto personale. Në shtëpinë e Linditës, në një apartament në zonën e Kodrës së Diellit që Mezi do të mund ta paguante tani pa punë, ish menaxherja gjithashtu ndoqi videon. Por reagimi i saj ishte ndryshe. Zemërim. Poshtërim. Ndjenja e padrejtësisë. Si guxonte ai ta ekspozonte kështu? Si guxonte ta shndërronte në një vilane kombëtare? Ajo thjesht po bënte punën e saj. Thjesht po mbroante kompaninë. Por ndërsa këto justifikime kalonin në përmendjen e saj, një pjesë e vogël dhe këmbëngulse e ndërgjegjes së saj përshpëriste të vërteta të pakëndshme. Ajo e dinte. Thellë brenda vetes, e dinte që nuk ishte për mbrojtjen e kompanisë. Ishte për pushtetin. Për të ndjerë superiore. Për të vërtetuar paragjykimet që mbante që nga fëmijëria pa i vënë kurrë në pyetje. Fiku kompjuterin dhe shkoi në kuzhinë. Hapi një shishe verë. Mbushi një gotë. Dhe pastaj një tjetër. Dhe një tjetër. Duke u përpjekur të mbyte turpin që fillonte të krisë armaturën e saj të mohimit. Por turpi, zbuloi ajo, dinte të notonte. Përsëri në apartamentin e zonjës Vera, mësuesja në pension po bëhej gati për të fjetur.
Veshi një këmish nate të thjesht pambuku, lau dhëmbët, lyu duart e thara nga vitet e shkumësit dhe punës. U pa në pasqyrën e banjës dhe pa rrudhat që tregonin histori. Pa sytë që kishin parë pa drejtësi dhe ende ruanin shpresë. Pa një grua që kishte mbietuar. Telefoni ra. Ishte një ish nxënëse, tani prokurore. Mësuese Vera, sa po pash videon. Nuk e dija që ishit ju. Jam e shokuar. A jeni mirë? Keni nevojë për diçka? Mund t'ju ndihmoj në ndonjë mënyrë? Zonja Vera buzëqeshi. Jam mirë, e dashur. Vërtet. Ishte e vështirë, nuk do të gënjej. Por ishte gjithashtu e rëndësishme. Ndonjëherë duhet të kalojmë nëpër situata të vështira për të ekspozuar atë që duhet ndryshuar. Ju gjithmonë keni qenë aq e fortë, mësuese. Më kujtohen orët e mësimit. Ju na mësonit shumë më tepër se gjuhën. Na mësonit dinjitetin. Përpiqesha të mësoja, e dashur. Përpiqesha. Dhe e dini cila është pjesa më e mirë? Ju e mësuat. Shiko ku jeni sot. Mbrojtëse e drejtësisë. Kjo më mbush me krenari. Kur mbylli telefonin, zonja Vera u shtri dhe shikoi tavanin. Mendoi për të gjitha betejat që kishte bërë. Në klasat e mbingarkuara. Të nxënësit që vinin me uriz. Në mbledhjet ku zëri i saj injorohej sepse ishte grua. Sepse ishte me origjinë modeste. Sepse nuk kishte diplomat e duhura nga universitetet e duhura. Mendoi për burrin e saj të ndjer që ishte larguar herët duke lënë përgjegjësinë e rritjes së Albanit e vetme mbi supet e saj. Mendoi për netët kur qante fshehurazi, pa ditur nëse do të mund të paguante faturat. Për ditët kur shiste ëmbëlsira dhe byrek për të plotësuar rrogën e mjerueshme të mësueses. Dhe mendoi për Albanin. Djalin e saj. Krenarinë e saj. Djalin që mësonte në dritën e qiriut kur mungonte energjia. Që punoi që 14 vjeç për të ndihmuar në shtëpi. Që kur nuk hoqi dorë, kur nuk u përkul, kur nuk e humbi mirësinë pavarësisht vështirësive. Një lot rodhi në fytyrën e saj. Jo nga trishtimi. Nga mirënjohja. Sepse edhe pas gjithë asaj që kishte kaluar atë ditë, edhe pas poshtërimit publik, ajo e dinte që diçka e mirë do të dilte nga kjo. Djali i saj do ta garantonte këtë. Dhe mbase, vetëm mbase, ndonjë verë tjetër në ndonjë vend tjetër të Shqipërisë nuk do të kishte nevojë të kalonte të njëjtën gjë. Mbylli sytë dhe fjeti. Dhe për herë të parë pas shumë netësh, ëndrat e saj ishin të qeta. Jashtë, Tirana merrte frym. Miliona jetë të gërshetuara në një valle kaotike shpresash dhe luftërash. Dhe në mes të gjithë këtij kaosi, një farë e vogël ndryshimi ishte mbjell. Ishte ende herët për të ditur nëse do të mbinte. Por të paktën, tani, kishte tokë pjellore dhe vullnet për ta ujitur. Nata përparoi. Dhe me të, premtimi se e nesërmja mund të ishte, mbase, pak më e mirë se e sotmja. 3 muaj kishin kaluar që nga ajo e enjte që kishte ndryshuar aq shumë jetë. Pranvera po mbërrinte në Tiranë duke sjell ditë më të gjata dhe një nxehtësi që paralajmëronte verën. Në degën e argjendarisë shkëlqimit të bloku, ndryshimet ishin të dukshme jo vetëm në strukturë, por në ajrin që thithej. Kishte diçka ndryshe në atë hapësirë që më parë mbante vetëm parfum francez dhe privilegj. Tani, kishte humanizëm. Albani ecte korridoreve të dyqanit pa paralajmërim, ashtu siç kishte premtuar. Ishte vizita e tij e 5 surprizë në 3 muaj. Vëzhgonte diskretisht ndërveprimet mes punonjësve dhe klientëve. Shite besën duke i shërbyer një zonje me fustan të thjeshtë me të njëjtën buzëqeshje të sinqertë që i ofronte një klienteje me taka të larta dhe çantë firme. Shite menaxherin e ri, një burr 50 vjeçar me emrin Robert që kishte ardhur nga një degë më e vogël e rrethit, duke përshëndetur të gjithë me respekt, pavarësisht se sa kohë qëndronin në dyqan. Agimi vazhdonte si roje. Albani kishte vendosur ta mbante pas një bisede 2 orëshe ku burri rrëfeu gjithçka. Të gjitha herët që kishte parë diskriminim dhe kishte heshtur. Të gjitha momentet kur kishte zgjedhur punën para ndërgjegjes. Por gjithashtu foli se si ajo ditë e kishte transformuar. Si nuk mund të flinte më pa menduar për shikimin e zonjës Vera. Si kishte vendosur që kur më nuk do të ishte bashkëfajtor i heshtur i padrejtësisë.
Albani e mbajti atë jo nga mëshira, por sepse besonte në shanset e dyta për ata që sinqerisht donin të ndryshonin. Dhe agimi e kishte vërtetuar këtë. Ishte bërë mbrojtësi më i madh i politikave të reja. Kishte marrë pjesë aktive në trajnime. Dhe më e rëndësishmja, kishte krijuar një protokoll personal për të ndërhyrë me edukat sa herë që vërejej ndonjë shenjë trajtimi të diferencuar bazuar në pamje. Transformimi nuk mbeti vetëm në atë deg. Të 53 dyqanet e rrjetit shkëlqimi të shpërndara nëpër Shqipëri kaluan nëpër të njëjtën ristrukturim. Trajnime të detyrueshme që zgjasnin 3 ditë të plota, jo seanca të shpejta 2 orëshe që askush nuk i merrte seriozisht. Konsulent të specializuar që bënin vizita të rastësishme duke u shtirur si klient të thjeshtë. Një kanal denoncimesh që merrte, hetonte dhe ndëshkonte shkeljet me transparencë totale. Në 2 muajt e parë, 17 punonjës u shkarkuan me motivacion pas denoncimeve të vërtetuara për diskriminim. Nuk ishin vetëm menaxher. Ishin shitës, mbikëqyrës, madje edhe një drejtor rajonal që mendonte se pozicioni i tij e mbronte. Albani e bëri të qartë se hierarkia nuk ishte mburoj për paragjykimin. Nëse dikush nuk respektonte një qenie tjetër njerëzore, ishte jashtë. Pa përjashtime. Fushata publicitare e nisur nga kompania shkaktoi ndikim kombëtar. Nuk ishin fotomodelesh të përsosura në skena luksoze. Ishin imazhe reale të njerëzve real. Një gjyshe me mbesën duke zgjedhur një dhuratë maturimi. Një çift i moshuar duke festuar 50 vjetorin e martesës. Një studente e re duke bler palën e saj të parë të vathëve me rrogën e praktikës. Dhe në qendër të gjithçkaje, fotoja e zonjës Vera, e bërë me lejen e saj, me fjalinë që ishte bërë slogani i shkëlqimit të ri, respekti nuk vështillet me rroba, mbartet për brenda. Shitjet, çuditërisht, u rritën. Shumë klientë që më parë ndiheshin të intimiduar nga atmosfera elitiste tani hynin me besim. Dhe çuditërisht, madje edhe disa klientë më të pasur i miratuan ndryshimet. Komentet si më në fund një kompani që kupton se luksi duhet të jetë për cilësinë, jo për përjashtimin filluan të shfaqeshin. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Kishte rezistencë. Klientë që ankoheshin se argjendaria po humbiste ekskluzivitetin e saj. Punonjës që dhanë dorëheqjen sepse nuk pajtoheshin me politikat e reja. Investitor që vunë në pyetje nëse gjithë ajo përpjekje do t'ia vlente financiarisht. Albani u përball me çdo rezistencë me vendosmëri. Klientëve të pakënaqur u ofroi me edukat sugjerimin që të kërkonin argjendari të tjera që ende praktikonin përjashtimin. Punonjësve rezistente u uroi fat në punët e tyre të ardhshme. Investitorëve u tregoi shifrat që vërtetonin se të bësh të drejtën ishte gjithashtu mirë për biznesin. Dhe kur shifrat nuk ishin të mjaftueshme, u kujtonte se disa vlera ishin të panegociueshme. Historia mori për masa që askush nuk i kishte parashikuar. Zonja Vera u ftuar për të dhënë fjalime në universitete, kompani dhe evente edukimi. Fillimisht hezituese, ajo pranoi pasi Albani insistoi se zëri i saj ishte i rëndësishëm. Në fjalime nuk fliste vetëm për atë ditë në argjendari. Fliste për një jetë të tërë duke u përballur me paragjykimin. Për të qenit grua në një kohë kur gratë kishin më pak të drejta. Për të qenit mësuese në një vend që e zhvlerësonte arsimin. Për rritjen e një djali e vetme ndërsa shoqëria gjykonte nënat solo. Dhe fliste për dinjitetin. Se si dinjiteti nuk ishte diçka që të tjerët mund ta merrnin, vetëm diçka që ne zgjidhnim ta mbanim. Fjalët e saj preknin audienca prej qindra njerëzish që dilnin nga fjalimet të transformuar, shumë me lot në sy, të gjithë me diçka për të menduar. Në një nga këto fjalime, të mbajtur në një universitet të madh në Tiranë, zonja Vera vuri re një grua të ulur në rreshtin e fundit. Flok bjond, qëndrim i mbledhur duke u përpjekur të mos binte në sy. Ishte Lindita. Pas fjalimit, ndërsa njerëzit mblidheshin për të bërë foto dhe pyetje, Lindita qëndroi në fund. Kur turma më në fund u shpërnda, ajo u afrua e hezituar. Mësuese Vera, filloi ajo, zëri i dridhur. Nuk e di nëse më kujtoni. Zonja Vera e shikoi me ata sytë seren që dukeshin si kur shinin përtej njerëzve. Të kujtoj, Lindita. Si jeni? Pyetja, e bërë me shqetësim të sinqert, theu mbrojtjet që Lindita kishte ndërtuar. Lotët filluan të binin. Jam po përpiqem. Nuk gjeta dot punë tjetër. Askush nuk do ta punsoj gruan e videos.
Emri im u bë sinonim i paragjykimit në Google. Humba miq. Familja mezi më fledh. Unë e shkatërova jetën time. Zonja Vera i bëri shenjë që të uleshin në shkallët e auditoriumit të zbrazët. Ti shkatërove jetën që kishe, tha ajo qetësisht. Por kjo nuk do të thotë se nuk mund të ndërtosh një të re. Lindita fshiu lotët. Si të kthehem nga kjo? Si t'i bind njerëzit se kam ndryshuar? Nuk i bind, u përgjigj zonja Vera. Ti tregon. Ndryshimi real nuk ndodh me fjalë. Ndodh me veprime konsistente për gjatë kohës. Dhe kryesisht ndodh kur ne bëjmë punën e brendshme për të kuptuar se nga vijnë paragjykimet tona. Kam shkuar në terapi, rrëfeu Lindita. 3 herë në javë. Jam po zbuloj gjëra për veten që nuk do të doja t'i dija. Për mënyrën se si jam rritur. Për besimet që kam thithur pa i vënë në pyetje. Dhe për sa shumë dëm kam shkaktuar pa e kuptuar. Ky është një fillim, tha zonja Vera. Një fillim i mirë. Por duhet të kuptosh që disa pasoja nuk zhduken. Ti do ta mbartësh këtë. Çështja është se çfarë bën me këtë peshë, e lë të shkatërroj apo e përdor si lëndë djegëse për të qenë më e mirë? Lindita shikoi duart e veta. A mundet zonja të më fal? Zonja Vera qëndroi në heshtje për një moment të gjallë. Unë tashmë kam falur, Lindita. Kam falur që në atë ditë. Sepse mbajtja e zemërimit do të helmonte vetëm zemrën time, nuk do të ndëshkonte ty, por falja nuk fshin pasojat. Dhe nuk do të thotë se kam besim të ti, besimi rindërtohet me kohë dhe prova. E kuptoj, përshpëriti Lindita. Dhe më vjen shumë keq. Vërtet. E shikoj atë ditë dhe nuk e njoh personin që isha. Ose mbase e njoh, dhe kjo është edhe më keq. Njoja është tashmë rritje, tha zonja Vera, duke vendosur butësisht dorën në krahun e vajzës. Shumë njerëz kalojnë gjithë jetën pa e pranuar kur se ishin gabim. Ti e pranove. Tani bëj hapin tjetër. Dhe tjetrin. Dhe vazhdo ta bësh derisa personi që do të jesh të mbuloj personin që ishe. Kur Lindita doli, zonja Vera mbeti e ulur në shkallë duke parë auditoriumin e zbrazët. Albani, që priste prapa skene, u afrua. Je e jashtëzakonshme, nën. Unë do ta kisha larguar me njëherë. E di, bir. Ti ke zemrën e babait tën. Të drejtë, por të fortë. Unë kam zemrën e mësueses. Shoh potencial aty ku të tjerët shohin raste të humbura. Albani u ul pranë saj. A beson vërtet se ajo mund të ndryshojë? Besoj se të gjithë mund të ndryshojnë nëse duan vërtet. Nuk e di nëse ajo do, por i dhash mjetet. Pjesa tjetër është përgjegjësia e saj. Muajt vazhduan të kalonin. Historia e argjendarisë, shkëlqimi hyri në rastet e studimit në fakultetet e administrim biznesit si shembull i menaxhimit të krizës ishte ndëruar në mundësi për ndryshim real. Albani u ftuar të fliste në kongrese si përmarrjeje. Gjithmonë jepte të njëjtin mesazh, fitimi dhe etika nuk janë të kundërta. Janë plotësuese. Dhe kompanitë që nuk e kuptojnë këtë, janë të dënuara të dështojnë në epokën e transparencës. Zonja Vera ju kthye rutinës së saj si mësuese në pension, por tani me ftesa të rastësishme për të mbajtur fjalime. Vazhdonte të jetonte në të njëjtin apartament me qira në kombinat. Albani i kishte ofruar shumë herë t'i blinte një vend më të mirë, por ajo refuzonte. Kjo është shtëpia ime, bir. Nuk kam nevojë për vil. Kam nevojë për paqe. Dhe paqe kam këtu. Agimi u promovua si mbikëqyrës i sigurisë, përgjegjës për trajnimin e punonjësve të rinj. U bë referencë në protokollin e shërbimit të respektueshëm. Historia e tij e transformimit nga bashkëfajtori i heshtur në agjent ndryshimi tregoi në trajnime si shembull se kur nuk është vonë për të zgjedhur ndryshe. Besa mori pozicionin e menaxheres në një deg tjetër. Mori me vete mësimet e nxjerra dhe ndërtoi një ekip ku respekti ishte premisë bazë, jo diferencues. Mbante kontakt me zonjën Vera duke e vizituar kur mundej dhe gjithmonë duke e falënderuar që ishte dëshmitare e një mësimi që i ndryshoi jetën. Dhe Lindita. Lindita vazhdoi rrugëtimin e saj të vetmuar të rindërtimit. Gjeti një punë të përkohshme në një dyqan të vogël bishuterish modeste, ku punonte pa luks, pa pushtet, thjesht duke u përpjekur të mbijetonte dhe të mësonte. Vazhdonte terapinë.
Vazhdonte të përballej me pasojat e zgjedhjeve të saj. Por gjithashtu, ngadalë, vazhdonte të ndryshonte. Një vit pas atij incidenti, Argjendaria Shkëlqimi organizoi një event. Jo një përurim dyqani apo lancim koleksioni. Një event kremtimi të kulturës organizative. Punonjës nga të gjitha degët u ftuan. Dhe në qendër të skenës, një nderim. Albani u ngjit në skenë dhe kërkoi që nëna e tij t'i bashkohej. Zonja Vera, e vënë në siklet nga vëmendja, u ngjit shkallëve ngadalë. Albani i mbajti dorën. Një vit më parë, filloi ai, nëna ime hyri në një nga dyqanet tona dhe u trajtua si kriminale. Ishte një nga ditët më të këqija të jetës sime ta shija atë. Por ishte gjithashtu, në një farë mënyre, një nga më të rëndësishme. Sepse ekspozoi një të vërtetë që duhej ta përballonim. Dhe na dha mundësinë të bënim ndryshe. Ai shikoi turmën e punonjësve. Sot, unë nuk shoh më një kompani që diskriminon. Shoh një kompani që respekton. Një kompani ku çdo person që hyn trajtohet me dinjitetin që meriton. Dhe kjo nuk ndodhi sepse unë urdhërova. Ndodhi sepse secili prej jush zgjodhi të bënte ndryshe. Zgjodhi të vinte në pyetje para gjykimit. Zgjodhi t'i trajtonte njerëzit si njerëz. Zonja Vera mori mikrofonin. Zëri i saj, ndonse i butë, mbushi auditoriumin. Unë nuk doja të isha simbol i asgjëje. Thjesht doja të blija një dhuratë. Por jeta na vendos në situata që nuk i zgjedhim për të na mësuar mësime që kemi nevojë t'i mësojmë. Ajo ditë më mësoi se lufta kundër paragjykimit nuk ka mbaruar. Vazhdon. Çdo ditë. Në çdo ndërveprim. Por gjithashtu më mësoi se ndryshimi është i mundur. Kur ka vullnet. Kur ka guxim. Dhe kur ka dashuri. Ajo shikoi Albanin. Biri im transformoi dhimbjen në qëllim. Ju transformuat një kulturë toksike në kulturë respekti. Dhe së bashku, vërtetuam se një kompani mund të jetë fitimpruese dhe etike. E suksesshme dhe njerëzore. E fuqishme dhe e sjellshme. Duartrokitjet ishin shurdhuese. Lotët rridhnin në fytyrat e njerëzve që kuptonin peshën e atyre fjalëve. Sepse shumë aty kishin qenë gjithashtu viktima të paragjykimit në ndonjë moment. Gjithashtu ishin gjykuar nga pamja. Gjithashtu kishin mbartur dhimbjen e të mosqenit të parë si qenie njerëzore të plota. Atë natë, Albani dhe zonja Vera darkuan së bashku në një restorant të thjesht pranë apartamentit të saj. Asgjë e sofistikuar. Thjesht ushqim i mirë dhe bisedë edhe më e mirë. A je e lumtur, nën? Pyeti Albani. Jam në paqe, bir. Që është më mirë se lumturia. Lumturia vjen e shkon. Paqja mbetet. Unë ri e mendoj se çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do ta kisha bler atë kompani. Nëse ti nuk do të kishit pranuar ta bënit atë test. Zonja Vera buzëqeshi. Jeta nuk funksionon me sikur. Funksionon me atë që është. Dhe ajo që është tani është se diçka ndryshoi. Jo vetëm në kompaninë tënde, por të njerëzit që e pan këtë histori. Në bisedat që ajo gjeneroi. Në reflektimet që provokoi. A mendon se Shqipëria do të ndryshojë? Pyeti Albani. Vërtet. Zonja Vera shikoi nga dritarja e restorantit duke parë Tiranën që rrite jashtë. Shqipëria ndryshon çdo ditë, bir. Ndonjëherë për mirë, ndonjëherë për keq. Por histori si kjo e jona mbjellin fara. Dhe farat mbin. Mbase nuk do ta shohim pyllin e plodh. Por dikush do ta shoh. Dhe kjo tashmë ja vlen. Muajt u bën vite. Historia e Argjendarisë shkëlqimi përfundimisht doli nga trendet kryesore. Lajme të tjera zun vendin e saj. Skandale të tjera. Indinjata të tjera. Por ndikimi mbeti. Në ligjet e sipërmarrjes që filluan të kërkonin politika kundër diskriminimit. Në trajnimet që u bën të detyrueshme në sektoret e shitjes. Të njerëzit që, kur hynin në një dyqan, kujtonin atë histori dhe i trajtonin punonjësit me respekt. Dhe të punonjësit që, kur shihnin klient me pamje të thjeshtë, kujtonin atë histori dhe ofronin të njëjtin shërbim që do t'i jepnin kujto. Zonja Vera vazhdoi të jetonte jetën e saj të thjeshtë. Duke dhënë mësime vullnetare analfabetizmi. Duke vizituar ish nxënësit.
duke u kujdesur për kopshtin e saj të vogël në balkon. Dhe her pas here, kur ftohej duke ndarë historinë e saj që të tjerët të mësonin atë që asaj ju desh një jetë për ta kuptuar, se respekti nuk është nder. Është e drejtë. Dhe dinjiteti nuk negociohet. Albani vazhdoi ta drejtonte kompaninë me të njëjtën filozofi. U rrit. Hapi dega të reja. U zgjerua në vende të tjera. Por kur nuk i braktisi parimet që kishte vendosur në atë ditë të vështirë kur pa nënën e tij të poshtërohej. Dhe gjithmonë, në çdo vendim të rëndësishëm, pyeste veten, çfarë do të bënte nëna ime? Çfarë do të ishte më njerëzore? Dhe argjendaria, shkëlqimi, u bë më shumë se një kompani luksi. U bë një shembull i papërsosur, sepse asgjë njerëzore nuk është e përsosur, por real. Që ndryshimi është i mundur. Që fitimi dhe etika mund të bashkëekzistojnë. Që trajtimi i njerëzve me dinjitet nuk është dobësi, është forcë. Bizhuteria e vërtet, të gjithë përfundimisht e kuptuan, nuk ishte kur në vitrina. Ishte te respekti i ndërsjellë. Te humanizmi i përbashkët. Te zgjedhja ditore për ta parë tjetrin si të barabartë, pavarësisht rrobave, theksit, moshës apo llogarisë bankare. Dhe kjo bizhuteri, ndryshe nga ari dhe diamantet, vetëm sa ja shtonte vlerën vetes sa më shumë që ndahej. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Vera dhe Albanit të ketë prekur thellë zemrën tuaj. Nëse u emocionuat me këtë rrugëtim dinjiteti, transformimi dhe respekti, lini pëlqimin tuaj, regjistrohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cili moment ju la më shumë mbres. A ishte guximi i zonjës Vera përballë poshtërimit? Vendosmëria e Albanit për të bërë të drejtën? Apo mbase mundësia e shpengimit që të gjithë mbartim? Çdo ditë sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë se kush jemi dhe kush duam të jemi. Sepse në fund jemi të gjithë pjesë e të njëjtit njerëzim, të gjithë meritues të njëjtit respekt. Ju presim në episodin tjetër me një tjetër histori që do t'ju bëjë të ndjeni, të mendoni dhe mbase të ndryshoni paksa mënyrën se si e shihni botën.